E pra të dashur miqtë e mi, jap ku po ritakohemi në fakt me komentimet e radhës, këtë herë dua pak të ndaloj tek ky trekëndëshi i ndërtuar brenda shtëpisë Ina, Stelina dhe Casey. Casey, Ina dhe Stelina tashmë janë një trekëndësh. Ina dhe Stelina të përzgjedhur nga kutia e Pandorës si një banor i vetëm brenda kësaj shtëpie dhe tani Casey që në fakt ka mbetur në mes të rrugës. Ina thot që ne kemi patur një raport vetëm një natë, një raport i cili nuk ka vazhduar mëtej, jemi munduar që ta finalizojmë këtë gjë si raport, ndërsa në anën tjetër Casey është ai i cili lufton që përsëri të merr vëmendjen e Stelinës. Tani që produksioni bëri një lëvizje kundër drejt Caseyt më duk pak e çuditshme. Por e thash edhe në videon më herët, më duhet ta them dhe tani, mendoj që është e gjitha një marrëveshje apo është e gjitha një lojë nga vet Casey për ta ndërtuar të gjithë këtë skenarin e madh dhe për ta sjellur këtë gjë brenda. Unë shoh që Ina po provokon jashtëzakonisht, do me thënë Ina shikon me bishta të syrit, po mundohet që të jetë gjithmonë afër Caseyt, që ta bëj sa më shumë xheloze në këtë rast Stelinën, ndërsa Stelina është ajo që nuk dihet të bën vetë kontrollin. Që të mos të ketë dashuri në këtë mes nga ana e Stelinës, unë nuk e besoj, por do me thënë, më duket vajzë e stepur, më duket vajzë e tërhequr dhe nuk më duket një personazh që do me thënë lëshon pe, po që të dy janë shumë kokfor, që të dy kanë ego të theksuar dhe asnjëri nga njëri tjetri nuk japin, do me thënë, një dorë që të ndihmojnë realisht njëri tjetrin dhe të arrisin dashurinë e tyre. Tani, zakonisht dashurit kur kanë të dy palët, kokforci nuk është se janë dashurit suksesshme, janë dashurit të dështuara. Unë mendoj që Casey do mundohej që ta stabilizoj situatën, edhe pse në fakt familja e Stelinës ishin të prekur, por mua nuk më duket ndonjë gjë e madhe, derisa nuk ka as lidhje, nuk ka as martesë, nuk ka as fejes, pse duhet bëhet kjo drama kaq e madhe që Casey pas ka bërë namin, që pas ka puthur Inën. Unë mendoj që çdo njeri bën këtë, fundja fundit në shoqërinë shqiptare ekziston ky fenomen, çdo mashkull ka nga një dashnore dhe s'ka gjë të keqe në këtë mes. Por e shoh që Stelina nuk dihet ta luan lojën dhe mendoj që inati i tepërt i Caseyt do ta çojë që ta bëj përsëri gabimin me Inën. Si e mendoni ju këtë raport?